Shqipëria do të përballet me Anglinë më 16 nëntor në stadiumin Air Albania. Kjo ndeshje mund të jetë vendimtare për kuqezinjt për të siguruar një vend në play-off për botërorin. Interesi për këtë ndeshje është shumë i lartë, pasi brenda 3 ditëve nga hapja e aplikimeve për bileta janë regjistruar mbi 100.000 kërkesa. Stadiumi ka një kapacitet prej 22.500 vendesh dhe shpërndarja e biletave bëhet vetëm online përmes një sistemi për zgjedhje një rastësore. Në renditjen e grupit K, Anglia kryeson me 18 pikë, e ndjekur nga Shqipëria me 11 dhe Serbia me 10 pikë. Ndeshja kundër Anglisë mund të jetë vendimtare për sigurimin e një vendi në fazën e play-off.